deklarata e pasurisë Taulantit është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq. Taulanti në 20 vjet në politikë nuk mendoi njerë për veten e vet, gjithmonë për popullin, gjithmonë për njerëzit. Një apartament i shkreti ka. Një apartament e ka në kullën më të mirë Tiranës. Po çfarë deklaror aty nuk e di sa metër katror është, po është për të ardhur keq, do me guzhin. Po si or Taulanti, si mendove pak veten tënde? Taulanti ka hyrë, sa kishte Taulanti në llogari bankare kur hyrë në politikë? $8.600. 8 pa makinë, pa shtëpi, $8.600. Taulanti sot, jo vetëm Taulanti, po kushdo që dërgon një SMS në emër Taulantit, i çoj €100.000 si pa gjë të keqe. E kuptoni se si e ke përdosur Taulanti emrin tënd. Aq rënd, sa mjafton të dërgosh një SMS, e të shkruash, jam Taulanti, më duhen €100.000, dhe tjetri merr €100.000 i fut në një çantë dhe jep një taksixiu pa pyetur fare. Imagjinoni se si është katandisur ky vend, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Kryeministri i Shqipërisë në vend të reflektoj, kur ata të varfrit, janë të varfër, nuk kanë, janë të varfër. E kuptoj, ju nuk e kuptoni, se ju nuk e dini se ç'a është, nuk e dini. As ju kalon fare në përmendje. Po si or del tjetri në vend të reflektoj, del dhe gënjen, e kemi dyfishuar. Ç'a ke dyfishuar ti asaj? Ajo djalin e ka majoren, ç'a keni dyfishuar ju? Si or gënjeni në atë farë mënyre? Si or talleni në vend të reflektoni, si talleni? Erdhëm këtu e pat, si erdhëm, e blinduar, kuvendi totalisht i blinduar. Në vend që ti dëgjoni, blindojni. Keni arrestuar sot Alben Kolën, po me Albenin çfatët? 10 polica bashkë e kanë marrë zvarr, 10 për të mbrojtur ju. Pse? Sepse dele proteston. As të nuk bindo tani. Rrezikojmë burgun. Kryeministri i Shqipërisë refuzon të flasë, refuzon të japi përgjigje. Unë kam bërë thjesht një kërkesë, zoti kryetar, ma lejon rregulloria. Nga që kryeministri i Shqipërisë nuk vjen kurrë në këtë kuvend, sepse tani mendon e ka zvendësuar kuvendin e Shqipërisë me grupin parlamentar të Partisë Socialiste, shfrytëzova thjesht një mundësi që më jep rregulloria. Të drejtën për t'i bërë pyetje kryeministrit të Shqipërisë. Dhe i bëra pyetje në lidhje me Porto Romano. Qa përgjigje është? Jo, po ne kemi folur për të çështje. Ku e dini ju se për çfarë do flasun? Kjo tregon amta se ju thjesht nuk jeni më në gjendje që të vini këtu të jepni përgjigje sepse nuk jeni më të besueshëm. Po nga ti jeni të besueshëm? Kryeministri i Shqipërisë ka 2 ish-zëvendësit e vet, njëri në Arati i akuzuar për korrupsion, tjetra po ashtu e akuzuar për korrupsion. Çfarë të thot më ai? Ai nuk është më i besueshëm. Nga t'ja mbaj. Dhe atëherë çfarë do bëj? Thjesht kërkon të mbaj pushtetin me dhunë. Dhunë kundër deputetëve, dhunë kundër qytetarëve, dhunë kundër sipërmarrësve të ndershëm, me dhunë, por nuk mbahet pushteti me dhunë, e keni gabim. Nuk keni për t'ja dalë, nuk e mbani dot me dhunë. Fati Edi Ramës është vendosur. Edi Rama ose do përfundoj në Burg, ose do përfundoj në Arati. Do ta shikoni. Do thoni ju e pamundur. Jo, nuk është fare pamundur. Nuk është e pamundur, se dhe për Jon Veliaj mendoni se është e pamundur. Por vajte në arrestuar në zyrën e tij. Ka 2 vjet në Burg. 2 vjet në Burg i akuzuar për korrupsion. Po për Belindën, kush e priste për Belindën? Belindën e konsideroni e paprekshme. Nuk ka më të paprekshëm. Tani ju keni 2 mundësi. Ose të bëni me njerëzit, të dëgjoni njerëzit, ose të vazhdoni të mbroni Edi Ramën, të mbroni korrupsionin. Unë e di se çfarë do vendosi, se ju nuk keni të lirë në fakt. Nuk ka si të jetë ndryshe. Ju nuk keni të lirë. Sepse ju jeni pjesë e korrupsionit të kësaj magjorance. Jeni të zhytur në korrupsion.
Prandaj nuk dilni dot para njerëzve. Prandaj duhet të blindoheni këtu. Prandaj e vetmja gjë që ju mbetet është të sulmoni protestuesit nga mëngjesi deri në darkë. 2 muaj protesta. S'u bën përshtypje fare. Hyn këtu sikur s'ka ndodhur asgjë. Hi. S'u intereson fare. Keni Taulanti në krye. Faleminderit. Urdhro? Baroj kohë, çfarë të bëjmë? Ishte drejta juaj të flisni pyetjet.